Atëherë një gjë që nuk pëlqen të marrëdhënia prind-fëmijë është ky krahasimi me fëmijët e tjerë. Kur për dashin nuk ndihem mirë. Nuk më pëlqen kur më japin dënime pa shpjegim. Shpesh më thonë fraza pa kuptim, mëso se për veten tate e ke. Pse pëlqet bërtit, man. Nuk i di ti këto. Je e vogël akoma për të folur për këto gjëra dhe kjo nuk më pëlqen. Më thonë kur rri shumë në telefon, thonë ishe telefoni kështu, bë mësime. Mësoni, se ju kemi dhe mundësit, ne si kemi pat, ju i keni. Unë ma cërë shumë kur prindin krahasojnë me dika tjetër, si për shembull me komshiun. Kujdes mos qesh me zot lart, kujdes se të shikoj njerëzit që na njohin. X merr vesh ti se je i vogël akoma. Një gjë që unë e vlerësoj shumë tek prindërit e mi dhe tek prindërit e tjerë është kur më dëgjojnë dhe më lënë hapësirë të flas. Kur flashin si shok. Kur më mbajnë afër, më flasin qetë. Më pëlqen kur prindrit më pyesin për çdo gjë, flasin me mua dhe kemi komunikim të vazhdueshëm. Kjo më pëlqen, që jam afër me to. Kur më trajtojnë si barabartë. Atëherë unë dhe prindërit e mi vlerësoj shumë dashurinë e madhe që kanë ndaj nesh. Më lejnë të flas hapur. Kur bëjnë ndonjë gabim për shembull, nuk ma bëjnë jetën malore.